Selami shkon për Albin Kurtin. Prej krejt këtyne hajnive që janë bën kohën e fundit me votat, deputetve, në zveti, e kem një kërkesë që më ka ardhur edhe prej shumë shokëve, dashamirëve që më kanë thirrë edhe kem bisedu për këtë punë, edhe kërkesa e gjithë neve është që Albin Kurti, nëse dikush del prej deputetve vetëvendosës që ka dorë në hajni, në vota, në Kosovë, t'jedin çka me bo. Se arsyeja kryesore është e gjithëve me kanë kum folë deri me sot që na nuk dojmë me përkrau edhe nuk dojmë me votu nëse vetëvendosja është e njëjtë si PDK-ja edhe LDK-ja a këja hajna. Edhe kërkesa jonë është e drejt për zdrejt. Nëse Albin Kurti nuk e sheh këtë video, për mundet me pa dikush tjetër, edhe i kallxon, ja qen këtë mesazh Albin Kurtit, që dëshira jonë është që çdo njeri që del nesër mas nesër, që ka gisht në vjedhje të votave, ke kush ke, a ke numër 2, a ke numër 5, a ke numër 10, a ke numër 100, ai njeri do të më largu prej vetëvendosjes. Pse po them që do të më largu? Për mu një njeri që vjedh votën, nesër ta vjedh edhe shtetin. Një njeri që ta vjedh votën, ai ka më vjedh mu, ka me të vjedh ty, ka me vjedh atjetrin, saj nuk ka kur gjo dë baj me sinceritetin e një deputeti që votuot prej popullit, po ai ka hinj ato me hajni për me vjedh. Edhe kërkesa jonë është shumë e thjeshtë. Çdo njeri që del nga deputete vetëvendosës, anëtar, kryetar, sekretar, ke kush ke vetëvendosje, edhe që ka gisht në hajni, ai njeri du të më largu prej lëvizjes vetëvendosje. Kërkush nuk don një njeri që nuk ka interesa as prej partive, as prej kërkujt heq, ai thjesht nuk don që edhe vetëvendosja më kthy e më bon e njëjtë parti si parti tjera hajna. Për qatë arsye na kërkojmë edhe i lypëm llogari Albin Kurtit që nëse dikush del edhe prokuroria e qet dikan që ka gisht në hajni mrena votave, na për qendra, pa morë parasysh në Kosovë ku janë, atë njeri du të me aprashtu. Ti Albin e din qysh ja ban. Na nuk jemi për me të mësu ty qysh me bo. Amo na jem këto me të kallxu ty që me qasi njerëz, nëse dalin hajna edhe nuk i largon, dije që një pjesë e madhe dëshpërohet edhe nuk ta përkrah mo as ty as partijen. Sa hajna për hajna që 30 vjet i kena pas këta, edhe për hajna si këshum në ruhe që këshum aq që ta hajna të njëjtë. So pa të mësume me ta. 5-6 hajni skandale në ditë delshin, se këshum problem, so pa të mësume me problemet e tyne. Ama unë nuk du gjithë këtë muni që e banë kë popull me dalë, me ardhë, me votu, kanë hargju me miliona pare me ardhë, me votu vetëvendosin, edhe një hajnë në Prizren, ose një hajnë në Prishtinë, ose shkapedione, në Gjilana, ke ku ken në Kosovë, aj me konë prapë që ato edhe në zjedhe tjera, njëjtin me dalë e me pane në listë, unë për veti personalisht për folje, unë këtë sen nuk mëj me do. Edhe nuk e pranoj kur, edhe kur s'ka me pranu. Ke kush ke. Për mu, një njeri që të vjedh 3 vota, aj ta vjedh edhe shtetin, ta vjedh policien, ta vjedh ushtrien, ta vjedh budgetin, të vjedh fëmijën, të vjedh ambulantat, shkollat, spitalet,
ku të mundet a njeri nuk e ka problem heq me vjedh, qka të mundet me vjedh a i ka me vjedh. Se ja ka nis me hajni edhe me hajni i shkën. Po na kem kërkes drejt për ty, se shumë njeri më ka shkru, shumë njeri këm full drejt për drejt në telefon, edhe porosia e njëjtet krejtve është që nëse del dikush që është hajn, që ka vjedh vota, a i do të më largu prej vetëvendosjes. Përndryshe, pasojat dihen zgjedhjet e ardhshme tani masanena. Nëse nuk reagon që tash, Albin, dikura bëhet vën se hajnat s'munësh me kontrollu se të bëhen shumicë. Tash për tash janë pakic, mund me konë pakic, edhe kur janë pakic i kontrollon shumë kollaj. Mo kur të bëhet gjysa partijës hajna, ato dihet që s'ki me kontroll, s'ki me pas kontroll kur njëtën tonën vetëvendose. Se ki ma shumë se gjysën i ki hajna mrena. Për që të arsye, ky mesazh është veç për ty, Albin, edhe për kryesien e ngusht që është në vetëvendose, që vendimet me marë sa më shpejt që në qoftë se dikush një antar i lëvizjes del që ka manipulu, ka vjedh vota, ai do të më largu me çdo kusht. Ose jo vazhdoni na s'kem çka me bo, kur gjon, ama votën mas 4 vjetë nuk ta hapëm kurrë. Që ato ndije. Se na të votojmë ty pse nuk je hajn. E ti, kur nuk je hajn, ti edhe hajna tjerë do të mi largu. Për qatë punë të mbështesëm. Për mi njek hajnat, mi qunë burg hajnat. Ke kush ke? A ke pëdykës, a lëdykës, a i vetëvendosjes, ama hajnat du të mi qunë atje ku kanë banin. Nuk ka tjetër rrugdale për onet shtu menoj për veti, po dhe shumica me që kum shkru e kum full, kena pos njëjtin mendim. Njëjtin sen ma kanë thonë edhe mu, edhe une po të thamë ty në përmes meje se ta shkrejt ata nuk mujnë me dalë, se nuk bojnë krejt video me dalë me ta thamë ty, po une që mirëna me video, po të thamë une, po nemen shumë njerëzve. Nuk po të thamë këto vës nemen temin, po nemen shumë shokve që kanë votu e që janë besnik vetëvendosjes deri sot, që kanë votu edhe votojnë, edhe kanë qef me pa Kosovën mirë, kanë qef me pa vetëvendosjen mirë, atëherë hapat janë qëta. Hajnat do të më largu prej, në qofë se dalin hajnat, se në qofë se ka mundet edhe gabime, nuk thamë që s'ka gabime, se 500.000 vota mund me njëri me gabu, edhe 100 vota, 200 vota, ama ku shkon 1.000 vota për pjetë ato gabim nuk ka. Qyshe patëm këta të pëdykës, katastrofë, 6.000 vota gabim s'mundet me konë bes me një qytetë bërë. E në qësë shto senet ndodhen, atër na prejsëm masat me konë shumë trepta, me largu ata gjithë qysh, edhe organet e shtetit më marë me ta, që as mos me tani ty e me dal me thonë njëse jopin mbrojën ata hajnat. Mos gaba me dal ke kushke edhe baba jam në kofë, mos dil me mbrojt hajnat. Hajnë e ka vendin Vesmburg. Për ndryshe, flasëm edhe na ndryshe qysh ja kem këthy shpinën LDK-s e PDK-s e AK-s, kollaj e këthejmë bigën edhe prej vetëvendosjes. Ama ndije këta, mere nuk, mos e merë si kërsnim, se nuk jam, ka thamë kur gjo ma shumë, veç vullneti i shumë njerëzve, shumë meqve, që kena folë, që kena bisedu, që nuk dojmë me pas një parti që përkrahëm me konë hajna si parti tjera. Arsyeja numër 1 është që nuk dojmë vetëvendosja me konë si parti tjera që janë në pozitë sot e që janë hajna. Veç që ka deshta me thonë, ju përshëndes gjithve, faleminderit, respekt,
kush e këqyr, kush ka mundësi këtë video, në që se nuk e këqyr, se di që Albini nuk ka ku më marrë me video të mija të ati tjetër, po dikush me qu mesazhin deri në vend, që me thonë ka dole se do sene do të me i rregullu qysh është mas mirë për krejt, jo veç për dikan. Kaloni mirë e ju përshëndes deri në videon tjetër.